kontakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove Medika dhe Vipa Chips. Zoti Gani Berdemaj është fëmiu me 6 vëllezër: Nazmiu, Ademi, Hakiu, Bedriu, Fadili dhe Shefkiu, dhe një motre, Gjylshahe, ose siç ata e thrasin nga fëmëria Bukuria, i prindërve Ram dhe Kashire i Berdemaj. Hakiu, Shefkiu dhe Gjylshahja janë tani në amshim të ndjerë. Hakiu ishte një personalitet unik i dalluar në shumë fusha, si në diplomaci, aktivitet patriotik dhe mbi të gjitha një sportist karateist elitar me përmasa ndërkombëtare. Gjatë vizitave të ndryshme në Europë, sidomos në Bruksel, Belgjik, dhe në sajet të njohjes paraprake, e kisha si dorë të djathtë në aspektin e sigurimit të presidentit Ibrahim Rugova. Nur dhe urat për shprirtrat e Hakiut, Shefkiut dhe motrës Gjylshahes. Nuk mundem ta kaloj pa e përmendur Nazmiun, një ish koleg timin në posttelefonin e Kosovës dhe bashk sportist dhe bashk refer në sportin e karates, ku Nazmiu edhe sot është shumë aktiv. Naz, herën tjetër, do t'jesh mësafir në emisionin Fakte. Gani Berdemaj me bashkëshortën Zonjën Ajete kanë 2 vajza, Arbënorën, ose siç ne e thrasim Norën, dhe Leonorën, siç njihet si Loni, me 2 djem, Labinotin dhe Granitin. Miku im Ganiu me Zonjën Ajete tani janë edhe gjyshër dhe stërgjyshër të nipave dhe mbesave. Festa, Dardi, Erjona, Rioni, Redoni, Eva, Ivi dhe Beni, si dhe stërnipi Aroni. Ju urojmë shëndet dhe sukses në jetë këtyre plumbave të bardhë. Shikus të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Sot do të bashkëbisedojmë me një protagonist elitar të mbajtjes së jetës kulturore artistike, kryesisht në dekadën para çlirimit të Kosovës, që unë po i them Republika e parë e Kosovës në periudhën 1989-1999. Gana, siç e thrasim ne mes të tij, ka lindur në shtëpinë të vogël të Rrugovës dhe shkollën fillore 4 klasë që e ka mbaruar në Drelaj të Rrugovës dhe 4 klasë tjera në Pej, për të vazhduar shkollën e mesme për post telefon telegram dhe atë të lartën në Münih të Gjermanisë. Punën e parë pas mbarimit të shkollës, duke qenë edhe bursist i saj, e ka filluar në post telefonin dhe telegrafin e asoj kohët në Pej, ku ka punuar për 5 vite, dhe pastaj në vitin 1972 ka emigruar në Gjermani, më saktë në qytetin e Münihit, ku ka punuar po ashtu në profesion, në post telefon dhe telegraf në centrale telefonike. Ganiu ishte ndër themeluesit e klubit Rilindja në Gjermani, rreth së cilit gravitonin mërgjimtar shqiptar të Kosovës. Realitet neve jem klubi i ri, formuam ja tash 1 vjet e gjys, vetëm deri me tani ja kem arrit suksesit të bashkojmë gjithë bashkëtarët tanë këtu në München, me tubimet tona të cilat i kem pas deri me tani, ku kanë marrë pjesë nga 700, 800, 1000 kosovarë, që do të thotë një sukses i jashtëzakonshëm për neve këtu. Qëllimi jon është që bashkëtarët tanë të janë të organizuar, të janë të bashkuar me njëri tjetrin, të njohin njëri tjetrin, me aktivitetet tona këtu në kohën e lirë, të harrojnë ndoshta për ndonjë çast të shkurt këtë shtresin apo këtë jetën e vështirë këtu të Gjermanisë dhe të janë më afër vendlindjes. Pas 11 vitesh të qëndrimit në Gjermani, në vitin 1983 kthehet në Kosovë. Kur e pyeta pse Ganu kthehej në Kosovë, në kohën kur po realizoheshin në Gjermani, më tha: Adnan, deshta që fëmijët, 2 vajzat e lindur atje, ti edukoj në Kosovë. Plebiscitare kjo. Të njëjtin vit të kthimit nga Gjermania, ai e hap laboratorin për punimin e fotografive kolor, si dhe një fotostudio moderne. Ai arriti që t'i punoj rreth 20.000 foto në ditë, duke i angazhuar rreth 15 punëtor të rregullt që punonin në tërë territorin ku banonin shqiptarët në ish Jugosllavi. Ndërkohë, ai këtë studio e emëroi si
Color Studio Aqua, Gane i Bërdemaj. Në vitin 1990, hapë në ndërmarrjen e parë private, filmike dhe botuese, Mega Medium, duke punuar në produksion të audio dhe video kasetave me përmbajtje kryesisht artistike, dokumentare, informative e tjera, sidomos pas 5 korrikut 1990, kur forcërisht u mbyll Radio-Televizioni i Prishtinës për shqiptarë në gjuhën shqipe. Mega Mediumi, me udhëhecin e saj, Gani Bërdemaj, ka promovuar shumë artist në mesin e cilve Shkurte Fezën, Ilir Shaqiri, Nikol Nikprelaj, Shaqir Carvadiku e të tjerë, duke realizuar videospotit të ndryshme për këngët e tyre të incizuara. Ai ka bashkëpunuar me Kosova Filmin në kohën kur udhëhec ishte Azem Shkreli, ku pastaj edhe u bë pronar i filmit artistik të metrazhit të gjatë Rojet e Mjegullës, me regji të Is Qosjes dhe motive nga veprat letrare të akademikut Recep Qosja, duke e bler atë me të drejtën autoriale ekzekutive. Filmin Rojet e Mjegullës, Ganiu e plasoi në shumë festivale ndërkombëtare, ku me kërkesën e televizionit austriak ORF, ai ja shet të drejtën e emitimit 3 herë brenda një periudhe kohore 5 vjeçare. Mega Mediumi ekziston edhe sot, si kompani, por jo edhe me produktet e saja si dikur, sepse krijuesi i saj po thot që kam dalë në pension. Dhe djemt mund ta vazhdojnë punën. Ganën, i cili për mua njihet si njeri pa rrëmbyer nga interesi, nga aspekti material dhe nga klanet e ndryshme, e njeh si njeri apartijak dhe një njeri që është në një parti dhe partia e tij quhet Kosova. Sot e kemi mysafir në studion e KTV-s dhe e thrasim të na bashkangjitet. Gan, mirë se erdhe. Se u gjeta. E mirë si kalove. Faleminderit. Hajde urno Gan, që rahatoj, që po thojnë këtë nërë. Maj lirë nuk jëm ndikur se sot ty më të pas përballë. Po ja nisëm prej diçkahet që edhe unë e kam sigurishtje. Mbi emni i Bërdemaj, ka zëna fillën, qa do të thotë? Na rrugova, po thom na rrugova, se vi nga treve rrugovës, kryesisht jem një 90% kelmend. Pak ka shkrel, pak ka lajs, edhe ndrejde e janë një familje shala. Na, në fakt, lajsi është barki kelmendit. Normal, jem lajs. Mirë, po kem qenë shumë shpije madhe. Dhe kur jem ndohë, na kem qenë të bite apo pasarësit e i Bërdems. Dhe e ka mbet ku po shkojmë valla, po shkojmë sonte te i Bërdemajt. Edhe në atë mirë dhe si ka mbet i Bërdemaj. Bacak Gan, po të thëmë bac në kuptimin duga gjinas kësoj fjale, që ka kuptimin e respektit, edhe pse ne me mosh jem që ato si afer nga të, qysh mja fillu këti bashkëbisedimi, kur me gjitha te, qysh në fillim po të thëmë që koha televizive është limitume, dhe ty e ditë në kokë, që ka kam dhe cilat pytje i kam dhe cilat fusha muj me ty me mbëllu problemi dhe anëmiku maj madhë këtë bashkëbisedim do të na jetë koha. Me gjitha te ne do të përpiqem dhe unë sidomos për këtë arsye dhe atë intro në bona që mës më të lonë ty më të hargjue si kohë për biografin tonë dhe të shkurt sa e thash në pikat ngushtë. Pyetjen e parë po ta bëj. Ka ke arrit dhe kuj ki motive të rustjes të një individualiteti dhe një mos ngjyrimi partijak deri sot kur me gjitha te ke qenë dëshmitari kretë procese. A jem parti, a ke qenë nëherë nëj parti? Asnjëherë.
Që do të thotë? Asnjëherë. Kur farë partije? Kur? Qysh Vjen kes për Ibrahim Rugovës që kemë qenë shok që herët, kurse ditë që do bëhet në LDK në herë asan. Kemë qenë do më thonë shok privat. Po edhe pas e që është formuar LDK-a, a i më ka thirë edhe në prezencë të familjes, disa herë, gana po kom qef me të pas afer. Ndoshta edhe si njerët besushëm si shokësi. Edhe me e keqja imja, o burrun si jam demel si ti. Në këtë dërzhavë duhet me punu dikush, qëllimisht i thesha këtë dërzhavë. E tash, Ibra si Ibra, qka ki me bo, janë i s'kime atë buseshtin e tina, stilit tina, edhe kalëshmi tjerë. Hashim tha që, ma ka dërgua driton Lojshin, 3 herë në zyre, doj po të pret kryetarin kafe, po që tash sa piva bërburë t'ju ben s'moj. Doj mas 10 ditë kryetari të shku me dëshok në gërmi, më thash ko merë dojnë. Pa që ta shongër me burë tyben. Edhe të retën herë, këmë thamë, ka thonë kryetari, mos hajde po adojnë, thërë dëgjëm. Mos ma përmend mo. Edhe këto tjera të parti, Begjet Pacolin, e kom pas shok, e kom edhe sot, prej 77 që t'jem njërtuar në München, dikund, në Eksim Kos në atë ko, edhe aj kur e hapi partin këtu akere, ka logarit shumë që do jem bashkëpunëtor sen, Gani tha, shka duhet me bon unë, tha ti me leon partinë tonë me arte unë, thash Begjet për atë për cilin unë kam votua i ka vdek. Vota ime së më ka kur farancije. Qa ditë që të ka vota, që duhet me votu, që të më nëse unë e harroj se votoj për ty. Dhe aj që ka vdek ishte? Ibrahim Rugova. Unë s'ka mujtë mos me votu Ibrahim Rugova nëse kem qenë shok privat shpisë. Po mund me qenë shok e privat, po votën mësë me aqit nëse aj s'ka binë ty për me votu. Po jo e burri vetë, po të rathor njerës mund bëhet. E kohëve të fundit, edhe me politikën, edhe pse emisionit unë nuk i kam me politikë ditore, po me qenë se e nesëm kështu këtë bësed me përkatësi partijake, ta shku mendja në qitë kohët, pensionit tash mu marë? Jo e burri. Se ka mundësi, ka parti mjaftë. Dhe që Luani që është imësuar në për male, në për bjeshka me e zvetur, e ka problem për me hynë tufën dhe dhene, jam mësuar jetë vetën me qa malin edhe matutje. Gani si që thash në intro, ti ke emigru në Gjermani dhe nuk mujmë këtë periudhë ose këtë fakt mës me përmend që ke shku në një periudhë delikate kur thëshin koha e gastarbajterave, se këto me përkthy bjen një mësafir që punon, punëtora që apo dion. Dhe definitivisht në vitet 70-ta, kur ke shku ti, ka qenë, do me thonë, një motiv i pastër, le të themi ekonomik, pa i përjashtu edhe disa, ndoshta edhe politik. Edhe ti ke shku për një arsye. Mu ma rëmenja, ndoshta edhe ti motive, le të themi ekonomike, ku ta dione. Si spjegohet që ti u ktheve në kohën, le të themi, kur ti veç u integrove atje, lindën 2 vajza, ku ke mujtë mi shkollume, ti u ktheve në Kosovë në vitin 83 në një kohë shumë të acarume, në një kohë mas demonstratave vitit 81, që quhet edhe kohë segregacionit ku ndanë edhe politika në ish Jugoslavi ishte definitivisht me orientime, le të themi, anti-shqiptare tash, sepse ishte aja federata me krejt ingranazhat e vetë. A mund është të sakt me na e thonë, cila është arsyeja vërtet, pse e le Gjermaninë edhe erdhe këtu, mas 19 vjetëve? Arsyeja shkuarjes. Pase që u martova, atëherë quaj Hotel Metohia në Pej, tash është Hotel Dukagjini, shkum një ditë me nusën me pika një kafe në hotel. S'kishte makiato, kafe, shpis kafe. Dhe ajo bon aqe madhe në Pej, që po thonë tash virale, nga një rama e ka që nusën në hotel. Thonë ishte një gjë që për mua ishte pa pranushme. Një prej arsyeve, jo ndër 100%, apo ndër tjera të ishte dhe kjo, thonë, unë këtu jo. E kam shua punë pas 5 vite që kësha punuar në post, edhe i kishim rogat më të mira, se inxhinierët për shkak në zastava dikun tjetër. Edhe babës normal që i konvenon të unë me punu me gjithë nazmiu në post. Me vazhdu aty. E luta, Rustem Kastrati ka qenë drejtori BVI-s të asaj kohë, për më mundësu me shku në Gjermani.
Edhe rrët kuaj ma mundsoj, po më tha, po ma dhon lejen, po ma dhon vizën Roma, tha, ti nuk shkon. Roma ish baba. Edhe 6 muaj ka zgjat, tu e lut babën për ditë, lem për burë shkoj, lem he burë dhe se zbot jameti. Mas 6 muaj ma ka dhënë lejen me shku. Kem shkua, më ka pri fati, edhe jo veç atje, po njetë më ka pri fati. Kam shku dhe jam marrë me profesion timin. Do më thonë, kam shku në mirëmbajtje të centrali telefonik të firma Agfa Gevard. Ja ne pse u ktheve për Gjermani, vëllau? Valloj ma mor me që u bo boll. Për çka boll? U bon boll 11 vite atje, vajzat na lindën atje, thonë, pse duhet vajzat e mia më rrit në Gjermani? Dhe kur erdhe në Kosovë të hapen një, si që tham, një studio, një laborator për prodhimin një shejpari me produkte kolore krejt, dhe ke sjell rreth 2 mauna teknologji po. Nga Gjermania. Si ke arrit, për kohën kur po flasim, nuk ka qenë edhe let, do me thonë, mi realizu këtu. Si ke arrit që me realizu projektin tënde dhe mu shëndru në një studio, le të themi, kombëtare, ku gjithandej në trojet ishtë Jugoslavisë ku banojnë shqiptarët, edhe jo veç vetëm, kanë ardhe ke pas të punëtor që i ke shkep, çdo mëngjes kanë dalë me vetura, me mbledh, ilma kanë zhvillu e krejt, ajo punë dihet, por si ke arrit që ta realizosh projektin tënë, do me thonë që nuk ka qenë letë. Para se të vendosha, për me u këthyje, normal që komendua që ka do të bëj nëse të këthejem. Për fat në Zmiu vlova i punën të dhe batutjen post, po e pys nësë, thashtë e ke rogën për burë, tha 2 milion dinar. 2 milion dinar i bishin Romullak 200 marka, 11 ishte. Ku mu këthyj me 200 marka burë, që ka me bo tek, e kom pas shumë qef pikturën. Menoj që e kom pas dorë nështë deri diku edhe sot. Edhe, derisa më shku në shkollët mesme të artit, shkolla mesme artit në pej ka dhënë kuadrët gjithmonë. Baba punon në post. Tha jo, tha, se nuk shohet jeta, nuk kish kompjuterat. Nuk shohet jeta, tha, të shkru firma në shkollë gjithë ditën, buk fjeksa, qka po di unë atje. Dhe na bindi edhe na qoj të dyve në shkollët mesme në Beograd. Edhe mu edhe në Azmin. S'kishte shkollë ma afer atëherë të asaj teknike. U këthym mirë, po dyqysh më krujshin brit për pikturën, për fotografin, dhe s'ka me bo se t'jam ma afer pikturës, vendosa me u marrë me fotografi. Thash po hapin një studio, pja poj qefin veti, punë e madhe, shkoj. E tash, ti ma bërë i pytje si është e mundur me 2 mauna, teknik të asaj kohë. Se ti ardhe ke pas ndales në dogane, është këgja të lashe? Ajo punë ka shkuar zyrtarisht dhe gjata, ma thënë. Kanë qenë 2 mahuna të ngarkuara plot teknik. Për në atë kohë, kam qenë fotostudia ma e pajisur teknikisht. Në Ljubljan ka qenë një sërb, në Ljubljan, i farë fotodrago, edhe unë Prishtinë që u maqim për mshefta si cili ka diçka ma tepër asen. Do më thonë, kur kam fillua punën, nuk ka pas jo për zhvillimin e slajdave, diapozitiv filmave. Atër është di që Zagrebi ma jafërti, Stuttgarti, Münheni, ku ta di une, po jo në Kosovë. Edhe prej që kom arë, do më thonë, edhe në Dragash, edhe në Zym, edhe në Mitrovic, edhe ku do ke shku, më falë një diapozitiv filma zhvilloni? Edhe i ka thënë, po, ti e be vasu që po, në krejtë Serbinë që zhvillon kush e ti. Ashtu që kem qenë jashtëzakonisht mirë të pajisur dhe fillum prodhimin, se kisha llogarit fort që do të arrijë me bon një gros labor, që në Gjermant një laboratorium të madh. Prodhimi mesatar ka qenë 20.000 copë në ditë. Për krejt Kosovën. Kanë qenë shoferat që kanë shku me orar caktuar, kanë po grumbullimin e filmave, kanë ardha të filma, janë zhvillua, janë kopjua, në esërën kanë shkua të fotografi, edhe ashtu prej 83 deri me 2008. 2008, dull që ky farë, s'pe i thëmë tash, se na shpetoj në një myrë telefoni, por telefoni inteligent. Vdish prodhimi i fotografive. Nuk me rejthuja mo kush me prodhim të fotografive. Fare, pa ka hiq. Ashtu që të ne thuja edhe kam lane, pa ta fillu me marrë edhe me do bizniset tjera. Me gjithate, mendoj që ka qëndrushmëni fotografia, nështë aso mirë krejt me shymë. Ne si gazetat, i vetëmi vend në botë jem, që sot gazetat ditës të shtypit,
nuk kem. Ty fillu prej studios ku jem, një kohë ditore që pritshim në radhë për me marë, dhe nëse nuk e lexojsha një ditë, ajo ditë nuk më shkoj ke marë edhe u dufke. Sot krejt është digitalizu, po me gjithate mendoj se ishte dasht, nëse kur gjë tjetër, se ti mbot në Amerikë sot ke gazeta ditore në Gjermani, gjithandej, dhe të njëjtën po e them edhe për fotografi. A po mdoket pak ke qu dorë për i kësaj pune si let, ishte dasht pak me një fanatizëm donë me majtën pak. Tashi krasimi mes meje, s'po quj si grossist, si prodhus me të madhe, dhe fotografëve që prodhojnë, kanë prodhua me një film në dite a ne e kënena, është një dalim. Ka fotografën Prishtinë që prodhojnë edhe ma tutje fotografi. Para se me ardhë unë, ka qenë fotonesha në Prishtinë. Po. Janë marrë dhe ata me prodhim të fotografive kolor. Jo kushe di sa në qëfar mënyrë, me gjithate janë marrë. Ka qenë Skender Cakolli, me të njerin Naserin Vllaun, që janë marrë po ashtu me fotografi kolor. Edhe tani kom ardhë unë, po me ardhjen time në Kosovë, unë e kam sjell një kulturë tjetër të fotografisë. Nuk ka ndodhë ashtë fotografi me shua me gjetë me një kërpë të zezë për sipër, e të bone e retush me dorë sen. Ajo, me ardhjen time në Kosovë, ajo punë ka marrë fund. Do më thonë, është fillua prodhimi i fotografisë industriale. Gan, fokusi këtij misionit është periudha 89-99, ose si që unë e quj Republika e Parë e Kosovës. Ganiu në vitin 90 e kryon një kompani që quhet Mega Medium, që edhe sot kur për shqiptoj, po më duket si tash ka me dalë diçka një produkt, se definitivisht ka qenë një kompani gjigante, rreth, do më thonë, produksionit filmave, kasetave, përmbajtjeve, kulturarti, e tjera. Dhe në vitin 90, nëse mas vitit 83 njët si periudhë e segregacionit e ndarjes shqiptare prej sërve, ku ta dijum, vitin 90 Kosovën e gjendë të pushtuar totalisht me tankse. U mor autonomia krejt, Gania Spanalet, edhe në kushtet të okupimit, ai po punon bile, po jep vetit drejtën, gjithësisht po punon për me majt jetën kulturore, do me thonë, edhe artistike, informative, dokumentare në Kosovë, sidomos në basë, si që thash, mbylljes të radio-televizion të Kosovës. Në atë kohë, do me thonë, kanë qenën, do me thonë, lëvizja lidhës demokratike në kry me Ibrahim Rugovën, dhe ka qenë regjimi Miloševićit me tankse. 2 rrugë i ke pastu, do me thonë, për periudën. Dhe ti si e ndodhë tani, si një njeri, hajde ti them tash apartijak, edhe pse LDK-ja në periudën para lufte konsiderohet si një lëvizje, jo një parti e kuptimit ngusht fjales. Ti si e gjindë, dhe me qka e marë, unë e di, për publikut duhet t'ja thojmë, ma thuj shkurtimisht, pas ta ju në pak të shëtitin e për biografin të. Vitin 90 aprovu ligji për me mujtë me registrua firmat private. Dhe Mega Medium, ndërmarrja filmike, botuese, Mega Medium është ndërmarrja parë e registruar në Kosovë për xhirime filmike, për botime librash, organizime kulturore, e tjera. Në Kosovën e pushtuar? Në Kosovën e pushtuar, normal. Tashi, me 5 korrik, televizioni Prishtinës u okupu. Nuk ka pas ma shqip aty për pos. Shpalljes deklaratës kushtetuese. Edhe që ka me bo, unë shkova e bleva një kamerë Betacam në Gjermani. Profesionale, që më patë kushtu një 104-5.000 marka, dhe ishte vetëm kamerë në tokë të Kosovës. Çdo lajm që ka dollë për ato 10 vite ta quajmë prej Kosove, falë edhe kamermanit Sajt Kokol. Do me thonë, është gjiru me atë kamerë, qoftë për CNN, qoftë për BBC, qoftë për TV7, për çdo, do me thonë, është ajo kamerë. Tani me qeve që kishim kamerën, fillum t'i bëjmë, hajde ta zavancojmë pak televizion e Prishtinës. Fillum me Isa Qosjen, t'i bëjmë do video, koncerte ta quajmë, do me thonë çdo këngë ka pas spotin e vetë. Patëm fillum me Shkurtën e Ilirin, të gjithë që krejtë që të klasën e parë, periodën e parë, do me thonë të artistëve, të gjithë kanë kalune për duar tonë. Me gjithate, në kushtet çfarë keni punue, sidomos me koncerte, ka qenë një atmosferë që ai që punon lirshëm diçka është çudi me ta.
Dhe kjo ka ndodhur te ti, domethënë ti i ke plotsu ato të domosdoshmet, por ti ke pas misionin edhe patriotik se të njohet dije krejt, por a ke pas në atë kohë kontakte me lidhjen demokratike, në kohën e Komisionit për Kulturë, për Ato kontakte i kem pas gjithmonë, se nuk ke mujt ti pa ato kontakte. Në fakt, për veprimtarin që e ke bu. Lidhja demokratike ka qenë i vetmi institucion i organizum, e i regjistrum. Çdo gjë që është bën, për shembull organizimi i koncerteve, i festivaleve. Vjen i ndjeri Latif Berisha, profesori me doktorin Emin Kabashi, Emin është gjallë. Vinë zyrët e unë edhe thonë, Gani, është marrë vendim për me u organizu jeta kulturore. S'po ndodhë kur gjonë, na ikën rinia. Kishim lutë, në emër tonë, me fillu, thash pse une, ka dhe tjerë që mund i bojnë këtë punë. Po na e dim se ti mundesh, more mirë, po... Thëmë, okej, po pajtohëm, a i një në gjenje më madhonë me shkrim që të kërkes të ujnë. Shë del në gazetor që koni gjysë notën burgës djetas pse ka qenë të nesër më po patriot. Merë në qafë, Gani i Bërdema i po bashkëpunon me sallat të kupume. Thamë po, jem shku, LDK ka pas zyret rrugës për gërmi, të ajo shoqata zejtarëve dikush aty kanë qenë zyret, aty ma kanë nënshkru profesori, ka shkru në veri, kë Emini. Tani me atë letër kom shku në Zbashk, të Agim Hyseni. Po, sindikata e arsimit. Po, arsim të shkencë, punë zbashkur. Po, thash profesor, apo e lexon çton? Tha po, gonë, tha është marrë qëndrimi, tha turoj suksese, sen thash, okej, nëse është ashtu, shkruajmë edhe ti. Po, s'ka problem. Ashtu që pase që mi kanë shkruat ato, atër kom fillu me u marrë me organizimin e koncerteve, festivaleve, akordet e Kosovës. 96 më duket. Menaxher nuk mund të bash nëse si. Aty duhet një menaxher. E jo do kolegë tanë nga televizioni i Prishtinës me 3 autobusa me shku me mbajt akordet në Prizren. Kur shkojnë janë shit 7 bileta. 7 bileta? 7 bileta. Dhe cila është arsyeja? Tash duhet me qenë menaxher. Jo vesh me ditë mira violincë. Nuk bëhet biznes me akordet Kosovës. Po e bëjmë në Prishtinë, dhe 3 zhandrët pe i krymë për të njëjtën ditë. Kënga për fëmijë është mbajt për orës 14, kënga zbavice për orës 17 dhe kënga popullor për orës 20. Shkova dhe i drejtori ka qenë një malazez, më thonë jaran më ma lëshu sallën qështu, dhe më kujtohet heq ma pak se një 9.300 marka, kam pagu qera për atë ditë. Po i kom thonë kërkoj më unë nëzhe salla. Tash se salla e madhe, tha po Gani nuk kanë nëzhe kur, unë po të paguj. Të lutëm, thash unë du sallën në nëzhet. Dhe janë krye akordet si është mas mirit. Ma e keshja, këta që janë munu për me mojnë për zërën e Mitrovica në iknina, ja këshin pandru edhe emnin. Jo akordet e Kosovës, po akordet muzikore. Pa ka ma kjamet. E kështu kem bajt shumë koncerte për fat gjithnjit e sukseshëm, edhe në për Kosovë, edhe në Prishtinë. Kom pas një breng pak, kom qenë ushtar, 70-71, kur ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve nga Tirana, për herë parë pa të në ardhë Kosovë. U moshin stadionet, Shqipnis, u moshin stadionet qështu, njerëz të kallshin këmisha, setra, lejktina. Unë i ka për i ushtrisë, edhe erdha në pej, e shkova për me pa koncertin. Fatime Sokolja, i posa me shpirët, e ka qenë... Brahim Tukici. Po flasë për Fatimen. Tuknu me që të di, unë dalë rryma. Atër nuk dishëm që ndollet rryma njerë, së është nalë asë njerë. Mirë po unë dalë se Fatime, dikush e vlerësoj që si duhet mikrofon. Vazhdoja e pa mikrofon, stadion, unë ike, se mas mirët. Edhe me ta pak mongut, thash, kur du, unë më knash me këta njerëz dherë. U interesova në Tiranë, në 96-ën, ishte ende ekipi i vjetër, komplet. Me Recep Çelike, me Lilana Cingu, të gjithë ishin komplet. Shkoj drejtor Besim Petrela.
vllau i mentor Petrelës, doktorit. Mjekut, po. Besim, thëmë, si mja bo, thëmë, me bo një turnir në Kosovë. Valloj, tha, gani nuk e di, tha, da me firma privatës, tha, shoti unë, si e marrë dhas me bo pazare me ju, asen, të rëgomi cilat i ki kushtet dhe me rëmvesh. Jo $15 me ditja, 3 herë ushqim, edhe fjetja këto. Dhe se mora i shemull, thash, unë nuk jam, po unë kom marrë, thash, të bëjmë këtë punë, jam interesum që kjo punë të realizohet të zhvillohet që jo mas mirët. Kanë ardhë 47 persona. Edhe Qesk Zadeja. Për cilën periudhë kohore po flasë? 96, tetor 96. Qesk Zadeja i shkret i këshlut besimin. A ka bërë mundësi, thët, mos dhe vdes e më mbet sytë hapur pa e pa Kosovë. Po më thret besniku, këj besim, thë gonë bërë Qesk Zadeja i duhet për cilë e nevojës. Cili besnik? Cili besnik? Besim Petrelën. Besim Petrelën. Besim drejtorin. Për shkak të publikut po du Po, drejtori, do më thënë, drejtori janë samlit në atë kohë, tha shobur, këndë që ti e vlerëson, që duhet me ardhë Kosovë, dhe të vjenë, jonë musafir të mitë. Kanë ardhë 47 persona. E rezervova në Pej një hotel, se kisha pronorin të njofshëm, dëshprim harë, gjendjeri ka vdek. Po. Thash dëshprim, dhe dhe i ka qenë karakteristë ju. Po, e njof. Thash dëshprim, unë do t'i kam ansamblin, sa dhe o majke, sa persona, tha kaq. Thash prej meje, prej kësaj datë të denjë, këtë datë i ketë pagu me të gjitha. Shumë dhe o ma kërvete, mirë po, nuk dojsha me që dikën tjetër aty. Thash mos t'ga bo më hynë dikush, hynë fash për unë, fash se ajo ko që ishte. Ashtu që, ata kanë shkuar në Pej. Dhe prej Peje për çdo ditë kanë shkuar në Prishtinë, në Mitrovica, në Gjilan, në Fariza e kado, në për këto punktet kryesore që i kanë bajt koncertet. Pas parasysh situatën mbarkombëtare, situatën veçantitë në Kosovë këtu. Pas parasysh mungesën e institucioneve, pas parasysh në këtë kohë të vështirë kur në kulturën tonë kombëtare vërshoi kiçi, vërshuan të gjitha tek këqijat. Mendova gjatë se çfarë mund të bëjmë që vërtet t'i ofrojmë diçka këtij popullit, diç atë që është me vlerë, diç atë që meriton ky popull. Rruga ishte vështirë, por i ja dolim. Dhe ja tani ansambli kombëtar është në Kosovë dhe vetë prania opinionit tonë mendoj se flet çdo gjë për rezultatet tona.
pak me dalë jashtë konturës dhe veprimtarisë që e ke bo, po më vyn një mendim i yti rreth çysh e vlerëson në përgjithësi çatë cejake të popullit shqiptar në kushte se ti po flet për kulturë, arte, ku ta dim, po ka pas sport, ka pas shëndetësi, ka pas informime, ka pas sigurime, ka pas financa, solidaritet e tjera tjera. Prej kësaj distance kohore, jashtë pjesës kulturore që folëm dhe që ti mas mirë ti e din, çysh e vlerëson këtë atribut këtij populli me gjithë këta margaritar që i përmenda për me majt jetën. Ty fillue prej seneve të këqija, helmimit e vrasjeve ushtartë në armatë popullore dëvrame, ku ta dijun e plagosje tjera, deri në margaritar të mëllaj. Kjo që përmendet ti, lëvizja pajtimit gjaqeve edhe një homogenizim plebiscitar i popullit shqiptar. Ganin nuk mban mend historia e një popullit me këtë qëndres për të cilën fola. Qysh e spjegon ti këtë punë? Populli gjatë asaj periudhe ka qenë me një bindje, një drejtim, dhe atëherë është arrit. Për shembull e marr na fillimisht zyret e Mega Mediumit me Isën i kem pas në Kosova Film. Azem Shkreli ishte drejtor. Mirë po, filloi okupimin të naon dhe zavencuna zemin, e pruni boqa tash nuk e di se si e ka pas mbi emrin, ai u bë drejtor i Azemit. Po i thomi Isë një ditë, thash Isë, filmin Erojët e Mjegullës këta kanë me djeg. Si me bon, thash t'ja u blejmë, thash, shko bisedo me boqen. Shkoj Isa, po si duket nuk kanë ra në val, me mujt me bisedu, aje që të pezyre, këtë i thonë që me bo ma prejk filmin të kollë, e qështu, do ma thonë bukur fështirë, mas një 2 mujve pesho Azemin nervos. Thash kushëri, hajde të pim ka i kova se pesho që si e kuku erdhë. Thash, ka ke? O burë, tha, që 2 muj të ashoj treti që s'po muni me i marë rogët. Thash, po ju s'po doni, thash se ju pare muni me pas, po s'po doni. Thash, qysh? Thash, po shqitna një filmin për burë. Shqitna Erojët e Mjegullës, që unë të blej. Thash, sa pare duen? Tham duen 70 milion. 70 milion ishin 10.000 markë. Thash, e me t'i dhonë në 70 milion, a ma ep një filmin? Psa jep, tha ti 70 milion për filma? Thash, jep. O shku foli me Bosna, po vjeta në zyre. Nga ne tha, kur na i qëtë parë, ti thash që tash satën në nshkrujim kontratën, unë e qoj Osman Zabërzën, ishte kontabilist. Ka qenë edhe në televizion Prishtinës, thash edhe ja u lëshën parët. E, u gëzunë fort. Unë e tu menu që pe i blej 1-2 rollë në film. Kur im shku me i marë. Po një gjusë kamionit kish, pos veç materiale reklamuse, posterat, dreçaneknjen, ku me i lonë tash. Kryesore, jam pronar i filmit. Me të drejta ekzekutive. Me të drejta ekzekutive. Dhe të drejtat edhe në aval, ku jenë rujt negativ filmat atje, edhe atje do më thonë, jam unë pronar. Qka me batash? Pasi që morëm filmin, e digitalizum dhe shkum në për disa festivale në për Evropë. Arrita me jashit televizionit ORF të Austrisë të drejtën e emitimit 3 herë për 5 vjetë. Edhe sa me jashit 18.000 marka. Erdhë koha e terminit të pagesës nga televizioni austriak. E shoftë nuk me kanë pagu. E thrasat filian gazetarën, ju kësha lutë, kem pas terminin kështu. Thotë zoti Gani, thotë, na kem ble filmin prej te, po muzikën s'na kem një dhonë logarin, qëfar muzike, bërë? Qka po duhet ashtë muzika? Ju lutëm, ne në duhet me pagu kompozitorin. Mule me gjithë John Gjeveleken, ku e te ka ne këne, me alëshu edhe ati 3.000 marka. Ashtu që atë film tani e patëm shqit bukur fort të sen, nuk jem dakes. Gan, sëd, ku qëndron kjo veprimtari që ti e marë në kushtet çfarë folëm deri tash? Sëd në Kosovën e pavarur, me institucionet tona, pa të pengu askush, mundësi me bo qëka kish si mundësi, pa të pengu, qysh e vlerësën e cërinë në përgjithësi të këtyne. Fjala vjen, le të themi tash jetës edhe kulturore, artistike, po edhe në përgjithësi jetës shqiptarëve. Cila është, le të themi, nëse
ka këtu shmangje dhe kritika tua, cila kishme qenë një porosie jotja për veprimtarin që e ke boti, se të i shet ashtë punë që i shkojnë tek janë, qka janë. Unë, si thash, i kam 2 vajza e 2 djemë. Jë munua me atakatin tim me i eduku në frym patriotike, frym kombëtare, aq sa kam mujt. Nëse të thomë që e kam kuvendin e Lerës, originalin, njerëz të kanë kopje gjithka, unë atë e kam marrë për diçka. Edhe gjatë luftës, originalin nga Zef Shoshi. Të punuar, të realizuar. Pikturën. Po. Dhe tjera ornamente me në Tereze me plot, do më thonë që i kam në për shtepitimin. E më vjen keq, më vjen i natë. Ky djali i vogli Graniti, ky është kompozitor, ky ka kryu në Ljubljana atje. Është inxhinier i zërimit mirë, po merret me komponim. Do dojreve që unë nuk i ndëgjoj. E më vjen i natë për vetës, më që më jalshu një kongë të Bajrushdod, Zatina, shemull, edhe një kenez, edhe kuj me qenë bashk, ma mërmenja si të dytë me të njojtat emocione ndëgjojnë. Po si ja mundër bërbur. E kështu rinia sot, falë internetit e falë janë bashku kulturat e krejt botës një mënyrë, po së duhet bërë mu harrua jonja. Kush jetë ti pa kulturën tonë? Ganë, supozoj që e ki një arkiv gjigante, do me thonë, kur them arkiv në kuptimin plot kësaj fjale, ti sot jeni individ, e ki kompaninë, e ki familjen krejt në regull, po në anën tjetër janë edhe institucionet që e kem arkivin e Kosovës, e kem bibliotekën, kem institutet ndryshme për ujtjen e monument luftës e thash. Këtë pyetje po ta boj ty, po du me ndëgju, sepse në një status njëjtë jam edhe unë kom një arkiv jo të vogël në përgjithësit materialeve, kryesisht për periudhën që po flasë. Ti, ku ke mbet me arkivin tënë, që është fati i saj, a do në më në zbulu sot, a ki komunikim me institucione, a tu ka afru dikush, jeta po ec, vitet po ecin, ishte dasht, më ushtru kjo pyetje. Unë sot edhe 2 javë i bëj 76 vjetë. Me shnete, me jetë gjatë. Vazhdoj me matutje kështu. Pa tjetër. Saj për këtë arkivit, jam bukur shumë i armatosur me arkiv. Sparit i kam një 100 kg film që i kam fotografu vetë. A di shka do thot 100 kg film? Ata e bojnë Marubin në Shkodër me 150.000 filma, pozat filmave në gjame ku ta dione. Po i kam 100 kila marë film. Kushe disa miliarda fotografi janë ati. Kam film Super 8. Prej 73-shit. Në celuloid, po 8 mm. Po, 8 mm. Prej 73-shit, kam rrëth 4.000 metra. Do më thonë, kam gjërime, video gjërime, që kam gjërua edhe gjatë lufte, edhe pas lufte. Pas lufte kam punua me Kforin, me ARD, me televizion e parë Gjerman, një 3-4 muja 5, dhe ata që ka gjërojshin ata për veti, gjërojshin edhe unë për veti, se kisha një kamerë të vogël profesionale, shtu që kam shumë materiale. Tonë atash dikush kesh me thonë budala, kështu me shka o marrë këj, për një 2 vjeta, 3, shka do që o folë për Kosovën, që farë do televizionit Evropë, se CNN a kretë, që është përmend Kosova, unë i kam të gjitha ato. I ki, edhe shumë mirë që i ki, por vitet po hecin, generatat po kalojnë, dhe publiku ato nuk pisha. Tash pja bëjnë një reklam vetë. Javë më parë, unë e kom transmitu një emision fund vitet e kësaj dekade që pe shtilojnë. Dhe unë e vlerësoj që një i ri, i lindur mas lufte, shumë ma let e kupton. Edhe e ndjenë qatë periud të e pa një dokumentar, kësaj radhe timen, dhe t'i bojnë edhe tjerë të kam bojnë, le të bojnë, shumë ma let e kupton dhe ma let e ngën, sepse s'kan kohë, s'dojnë, kanë ndru, dhe më thonë, pej sendeve të gjata, me shkru gatë, pej librave, ku ta dijun, një film, një material i tillë atraktiv i dhonën në televizion edhe në rrjetet sociale e tjera, kogja shumë ja afron. Dhe unë mendoj një i ri që mas lufte e shet qatë film, ai kogja let e ka me kuptu dhe me ndje pak a shumë. Tash mere me mend gjithat arkiv që e kiti, halo
publiku nuk e ka pa. E ki pak do obligim, edhe ti, s'po flasim këtu për fajtor, por le tjetë kjo edhe një apel, se unë jam pak kritik rreth kësaj pune në institucione, që nuk i ndjekun këta njerëz dhe nuk i thrasin këto mu implementu. Kjo bashkëbisedim, unë intervjis nuk e quj emisionin tim, për këtë arsye dhe po flasë edhe vetë, se po i orientoj sendet aty ku unë mendoj që javlen. Çka është fati i arkivit tënd? A do me cel në herë? Unë në plesni të em sot, mbi rreth 300 herë, publikut për i thomë mirë mrama, mirë se ardhë në emisionin fakte. Kur njetë s'kom besu që unë bona moderator. Jo mësu, në demokraci, kush s'po të ngocke, nëse gabon e vran vetën, monizëm të kam vratë rjetë. Te që ka do me bo me arkivin. Adnan, ti me plesnin tonë, që pe përmenë që disa herë... Ka është protagonist Adnani. Te që do me bo me arkivin. Që disa herë je ke përmend, kur ke linë tim, unë ka njoftë kretë Rugovës, fakt, e peja. Të më thonë ti jetë qunir i bërburë. Sa i përket, mendimi imi edhe janë fakte, sa i përket arkivit, qka? Kalzom qka? Për që ato 10 vjetë që thamë një marë me organizimin e jesë kulturore, a më tha dikush falenderës. Më ka thirë dikush në ministria, dikush në thonë, Gani Bardema e tje mirë njës, ke kontribua atër kur ka qenë fështirë. Mendo që më ka thirë dikush. Se më ka thirë edhe mu, po unë e pjadho publikut. E qka? Pjadho publikut unë. Që ta marrë shemë dhe përmenda Unë e pjadho para. publikut. Ty falenderu edhe këtë vësku jemi, që mi ka hapë dyrt dhe sot, që këtë bashkëbisedim ne kemi me ilustru me materiale. S'paku publikut, s'po kom nevoj për institucione, a kritik jëmë gjithë, se unë gjithëri apelojnë këto që apotuti. Unë të kuptoj, kërkush ma shumë se unë s'kuptoj se unë jem në lëkur të njëjtë, por unë e di që arkivi jëtë është gjigant. Dhe unë e mendoj që nëse institucionet po heshtin, dhe që kjo emision mund tjetë apel për këto, që nesër arkivja me të cakat në derë me të thonë, hajde Gani, qka muj me borët kësaj. Se pyetja e parë është, a i ki digitalizume, unë s'besoj gjitha të materialet që ke muj. Jo, dhe kjo është përgjegje shumë e pakantshme. Sepse me konë digitalizume të jau kështu jetën përjetësisht, edhe ato e kanë një afat. Pra, unë po të kuptoj, për me gjithate të je i fort ende, një vetë iniciativë me marë, sepse edhe atër kur ke punu se ke vetë kërkon. Dhe kam folë ashtu e kështu që për këta që jam i fort ende, a jetja po më thot ke fillu mu bo burri mire, po rrinë shpi ma shumë e kutadione, dhe më thënë të janë shenja të fortit. Okej, Gani, na povim, ta thash në fillim që janë miku maj madhe koha, ne povim gatim për mbylljet emisionit, i gom do pyetjet shkurta, për disa personalitete i duka 2 fjalë, 3, sepse jem në fund të emisionit. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 2 fjalë për të. Fat i yni që na kem qëllu shqiptar pasarës të tina. Shenjë Teresha, manisja e madhe me përmasa ndërkombëtare Nana Tereze. Jem me fat si populli vogël që kem lind një nanë t'il, një nanë të krejt botës. Pasoninja jonë kombëtare Adem Demaci. Adem Demaci ka sakrifikuar 28 vjetë burg, nuk ka qenë në përpushime. Një shok i yti, si që the, njeri me një shall, vital, me një qanë zez, me një pardësyt zez, do flokët partikulume, emnin e ka Ibrahim Rugova. Fatë ynë, se pa atemër sot nuk do t'ishim këtu ku jem. Në faktit nuk do t'a kishim këtë emër që e kem Kosovë, Republika e Kosovës. Hynia shqiptarisë, familja Jashari, e personifikume me legendarin Adem Jashari. Po çka do më thonë dikush për atë familje kur aty janë sakrifikua vra 50-56 persona, fëmijë e gra e burra e plesh. Çka duhet ma tepër? Një djali ri me teshat zeza, këmishat bardha, me do hapa kozat mëdhaj. Emrin e ka Albin Kurti? Unë personalisht e një vetën dëvogël për me mujt me vlerësua tash, Albin Kurtin, ku e kanë vlerësua për mbi 300-400.000 vetë. Nëse e votojnë 300-400.000 njerëz, kush jam unë tash t'japi mendim ndryshe. Jo, jeti dikushi edhe kitë drejt me dhonë mendimin, edhe mendimi jëtë është koza relevant. Megjithatë, e ka flamurën dorë, le të vazhdon. Gana ngon muzikë? Fort. Muzikën e Shqipërisë mesme edhe folklorin.
Rita Ora, Dua Lipa, Beberegja, Era Istrefi, Sabri Fizulloj, Ilir Shaqiri, apo Dervish Shoqa? Të gjithë këta, tash unë e vlerësoj vetën që e njoh folklorin mirë. Dervish Shoqa është ai që është, e ka nerën e kombit, por emrin e ka shumë më të madh se sa të kishte ne në Kosovë. Se kem pas në Kosovë njerëz shumë më të mëdhej, sa i përket folklorit, se Dervish Shoqën. Shikues nderuar, ishte Gani i Bërdemaj, Gana na shokët e tij e thrasin. Një njerëz që thash në fillim i parrëmbyer nga aspekti material, i parrëmbyer nga pozita, kur ky nuk pat përfitime ose pozita shtetërore. Bëri punën e vet, ka një familje të mrekullueshme, është bab, gjysh dhe stërgjysh, me fëmijë, nipa e stërnipa, cilve edhe në intro ju thash ju dëshirojmë jetë gjatë. Ju gjenerata të reja, ku lumtoni, gjeni, edhe në rrjetet sociale këtë emën, Gani Bërdemaj, keni çka të mësoni. Mos harroni të mendoni për shnetën e juve, dhe për me mendu për shnet duhet me pi ujë rrugove, hani edhe vipa cips aty afër ty udhëtu me fibullën, por asnjëherë pa e harru kompaninë Medika që ndihmon këtë emision në krye me pronarët Ardianin dhe mikun tem Danin. Bacagan, falenderit shumë për këtë bashkëbisedim, Zoti trujt. Nerë për juve, uroj që mos të kem ullë nivelin e emisioneve tua cila i përcjelli me vëmendje, që janë një prej emisioneve në stadin shumë të lartë. Falenderit. Uroj që ky emision yni i sot mos të bjen shumë poshtë, por e ka vendin e vet. shumë falenderit juve. Falenderit shumë. Shumë falenderit, respekt. Never leaving us alone. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips.